Si e vlerësoni, tashmë ju jeni qenë koordinator për Bashkinë e Vallëdesit, caktuar nga Kryesia e Partisë Demokratike për lidhur gjithë këtë procesin e analizës dhe deri sot që është procesi i votimeve. Si e vlerësoni ju punën e bërë dhe gjithë procesin e ditës sot? Natyrisht sot është dita e kurorëzimit gjithë atij procesi. Procesi ka vazhduar normalisht që nga analiza deri në ditën e zgjedhjeve ku gjendemi sot. Gjatë kësaj kohe ne kemi arritur të zgjedhim kryetarët e seksioneve, kryetarët e grup seksioneve dhe sot në vendin e degës ku zgjedhet kryetari i kësaj dege pra. Natyrisht sot gjendja është e qetë, ka patur pjesëmarrje të madhe gjatë paradites. Qendra votimit është hapur që në orën 8 të mëngjesit, siç ishte parashikuar dhe siç po e shikoni dhe po e ndiqni, ka një fluks të lartë votuesish, gjë që tregon që gjithë ky proces ka vajtur mbar dhe ka zgjuar një lloj interesi të madh për të marrë pjesë në të gjitha proceset e Partisë Demokratike, të cilat vijnë si pasojë e një ristrukturimi të gjerë të Partisë Demokratike, që do të kurorëzohet dhe me zgjedhjen e kryetarit dhe kuvendin e 6 qershorit. Sot po zhvillohen zgjedhjet për kryetar të degës së Partisë Demokratike. Ju jeni njëri nga kandidatët, por kandidoni për një mandat. Gjithë ky proces deri në këtë datë, si është dukur, si po vjen? Atëherë procesi është shumë i qetë, antarësia është drejtuar drejt votimit, numri është i kënaqur me ndarë Partisë Demokratike, të cilët duhet të falenderoj gjithë secilin, sepse janë drejtuar drejt vullnetit të lirë për të votuar dhe për të zgjedhur kryetarin e degës Partisë Demokratike Dega Vallëdes. Unë duhet i falenderoj edhe një herë, sepse ato kanë qenë rezistent të vërtet ndaj këtij sistemit, ndaj këtij regjimit dhe kanë dëshmuar gjithmonë sepse ato janë dëshmitarët më faktik për sa i përket këtij regjimit për të ballë kundër.